Dy persona të identifikuar si David Simoni dhe Mikelian Toma u arrestuan nga policia e Shkodrës pasi nuk ju bindën urdhrit të forcave policore për të ndaluar motomjetin me të cilin lëviznin, që rezultonte me targa të vjedhura në Tiranë. Gjatë patrullimeve në territorin e qarkut me qëllim garantimin dhe rendin e sigurisë publike, shërbimet e patrullës së përgjithshme kanë konstatuar se në lagjën Docmazi një motomjet lëvizte me shpejtësi, duke i bërë shenjë ndalimi. Drejtuesi i motomjetit nuk i është bindur urdhrit punojësve të policisë, por ka vijuar lëvizjen me shpejtësi. Shërbimet policore janë vënë në ndjekje duke ndaluar këtë motomjet me drejtues 32 vjeçarin Toma, banues në fshatin Beltoj, dhe pasagjer shtetasin Simoni, 34 vjeç, banues në Bërdic. Nga verifikimet e kryera dyshohet se targat e motomjetit që lëviznin këta dy shtetas ishin të vjedhura në Tiranë, ndërsa motomjetit i ishte ndryshuar edhe numri shasis. Gjithashtu janë kryer kontrolle në automjetet e dy shtetasve, ku janë gjetur një bidon me lëndë djegëse, një silenciator dhe një sasi kokaine. Në vijim të veprimeve procedurale u arrestuan në flagrancë këta dy shtetas me akuzën për veprat penale, vjedhja, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe mosbindja ndaj urdhrit të punojësve të policisë së rendit publik, ndërsa si provë materiale janë sekuestruar një motomjet, dy automjete, një bidon me lëndë djegëse, një silenciator dhe sasia lëndës narkotike kokain. Materialet i kaluan prokurisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.